Kjo kokëforci dhe kjo kryenësi është duke ardhur prej partisë e cila i ka fituar zgjedhjet. Dhe ajo parti e cila e ka përgjegjësinë me i kriju institucionet, nuk po e bën asnjë përpjekje as më të voglën që me i kriju institucionet e vendit. Nuk mundeni ne me shku atje me votu një kandidat, veç pse po na imponohet edhe pse duhet me qenë Albolin Haxhiu. Për shembull, kundër pyetja ime do të ishte, pse duhet na me votu Albolin Haxhiu? Alban Zogaj, deputet i Kuvendit të Kosovës. Ua, Alban qyshje? Mirë, faleminderit. Alban, u banën sa ditë, s'po tham që gati 200 ditë po shkojnë për zgjedhje, edhe deputet po marrin si hajgare punën mbrana Kuvendit. Absolutisht jo. Sepse populli po vun për mos formimin e qeverisë. Absolutisht jo, na e marrim me seriozitetin më të lartë. Çdo dytën ditë jemi vazhdimisht në vendin tonë të punës, shkojmë aty sepse kemi obligim me shku dhe me votu ashtu siç i kemi qëndrimet tona politike. Por kjo kokëforci dhe kjo kryenësi është duke ardhur prej partisë e cila i ka fituar zgjedhjet. Dhe ajo parti e cila e ka përgjegjësinë me i kriju institucionet, nuk po e bën asnjë përpjekje as më të voglën që me i kriju institucionet e vendit. Por është duke vazhdu me qeverisë në mënyrë krejtësisht jashtëkushtetuese. Krejtësisht jashtëkushtetuese. A je pro votimit Albolin Haxhiut apo jo? Shqiqoni, për të votu kryetari i Kuvendit duhet me pas marrëveshje politike dhe me qenë 61 vota, së paku 61 vota në Kuvend Kosovës, të deputetëve. Me qenë se nuk janë 61 vota, kjo nuk kupton që duhet një kompromis, që duhet me u arrit një shumicë politike, me marrëveshje politike. Nuk mundeni ne me shku atje me votu një kandidat, veç pse po na imponohet edhe pse duhet me qenë Albolin Haxhiu. Për shembull, kundër pyetja ime do të ishte, pse duhet na me votu Albolin Haxhiu? Pse, tregomni? Sepse populli boll është vujt. Popullin e keni lanë pa zot shtëpie. Qartë. E ka populli aktualisht, i ka partitë politike, e ka rezultatin e zgjedhjeve. Tash, me kushtetut, me rregullat tona politike, partia e cila i fiton zgjedhjet duhet me bë zgjidhjen, edhe me kriju shumicën politike. Problemi këtu është që nuk ka përpjekje. Nuk po insistohet me ardhur deri tek zgjidhja politike. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë zgjedhjet e reja janë zgjidhja. Ose propozimi ynë i LDK-s. Propozimi më i mirë deri tash për dalje nga kriza është propozimi i LDK-s për qeveri gjithëpërfshirëse deri në pranverën e vitit të ardhshëm. Hajde bëhemi të gjithë bashk, i krijojmë institucionet, i votojmë marrëveshjet ndërkombëtare, i ngrisim pagat, e përgatisim vendin për zgjedhjet lokale të torit që i kemi tash te dera e shtëpisë, e përgatisim vendin për zgjedhjet e pranverës dhe ecim tutje e zhbllokojmë vendin. Më i miri propozim, më e mira zgjidhje. Faleminderit. Çfarë duhet me bë? Tash në këtë rast, çfarë duhet me bë populli? A duhet mu ngrit me protestu, apo duhet me nejt në gjumë, apo duhet mos me dalë mos zgjedhje? Sepse çështja tu vepru, më falë që po të drejton aty, po krejt politika. Që tu vepru në këtë mënyrë, na duhet mi bojkotu zgjedhje. Unë e falenderoj shumë qytetarin e Kosovës për mas pari durimin edhe dignitetin edhe kulturën demokratike që janë të tregu. Por një presion publik duhet me u drejtu ka fituesi i zgjedhjeve. Fituesi i zgjedhjeve duhet natën mos me flajt e me gjetë zgjidhjen për vendin. E jo kështu me kaq komoditet me ardhë çdo dytën ditë edhe me dalë pas një rezultat. Nëse nuk votohet një kandidat, e provon kandidatin tjetër. Nëse nuk votohet një mënyrë e votimit, kalon në mënyrën tjetër të votimit. Duhet me lëviz ky vend. A nuk ka kandidat tjetër? Po qysh s'ka, i kënë 48 kandidat potencial që munden, e mandej munden edhe të partive tjera politike, pra potencialisht, teorikisht, 120 kandidat për deputet, më falni për kryetar të Kuvendit i ka Kuvendi i Kosovës. Faleminderit. Faleminderit që jeni zoti. E ju të dashur me që rrini me neve, sepse çfarë do të na vjen prej politikës, me të ta shohmi. Zot bane hajër.